Kjo parti e ka shprehur qartas i qëndrimin e saj. Në asnjë rast nuk kemi asnjë diskutim për sa i përket organeve të drejtësisë re. Mbështetja për drejtësinë e re ka qenë themelet e kësaj periudhe të strukturimit dhe funksionimit të Partisë Socialiste. Mos harrojmë, kemi ardhur në pushtet në vitin 2013 me një nga premtimet e mëdha e reformën drejtësie, atë reformë që ja kemi ofruar qytetarëve shqiptar. Vazhdojmë ta mbështesim, ta jetësojmë dhe natyrisht qëndrojmë gjithmonë të barazlarguar nga drejtësia për sa i përket vendimarrjeve të saj. Si po e mbështesni duke mos i dhënë autorizimin për arrestimin e Belinda Ballukut? Edhe një herë po shpreh qëndrimin e shprehur gjatë gjithë kësaj periudhe. Ne i qëndrojmë 100% parimit, nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Për sa i përket raporteve tjera, janë raporte që i takojnë Parlamentit shqiptar, por për sa i përket hetimit, në asnjë rast nuk do të kemi pengim të hetimeve, koment për hetimin dhe natyrisht koment për gjykimet e fundme të vendimarrjes së organeve drejtësisë. Shumë faleminderit.